Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur të zbusë masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest në shtëpi për Banush Koxhajn, i cili shërbente si punonjë sigurie pranë kësaj gjykate. Ditën kur u ekzekutua me armë në sallën e gjyqit, gjyqtari Astrid Kalaja. Koxhaj ishte punonjës i sigurisë në gjykatën e Apelit Tiranë dhe menjëherë pasi u vra gjyqtari Kalaja, ai u arrestua nga policia e Tiranës për akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasi nuk kishte ushtruar kontroll fizik ndaj Elvis dhe John Shkambit, të cilët hynë të armatosur në sallën e gjyqit. Detektori i skanerit të gjykatës dha sinjal të kuq për prezencën e sendeve metalike, por punonjësi i sigurisë Banush Koxhaj, megjithse ndodhej aty, nuk ka ushtruar kontroll fizik ndaj dy personave, por ka vijuar të qëndrojë i ulur në karrike. Kjo solli që Elvis Shkambi të kalojë perimetrin e sigurisë duke hyrë i armatosur në sallën e gjyqit. Dhe sapo gjyqtari Astrid Kalaja ka dhënë vendimin, Elvis Shkambi ka qelluar drejt tij me një pistolet, duke e lënë të vdekur në vend. Me të njëjtën armë, Elvis Shkambi ka qelluar edhe bab e bir, Ragip Kurtaj dhe Elvis Kurtaj, që shoqëronte babain e tij atë ditë në gjyq. Ekspertiza mjeko-ligjore ka zbuluar se një plumb i vetëm ka plagosur babain dhe djalin. Ndërkohë, dy personat e tjerë të shoqëruar për këtë ngjarje të paprecedent në gjykatën e Apelit Tiranë, Elvis Shkambi dhe John Shkambi, vijojnë të qëndrojnë në burg pasi akuzohen për veprën penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese ndaj gjyqtarit, kryer në bashkëpunim dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municionit.